Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj deklaroi se qeveria po monitoron me kujdes trekun e karburanteve në vend, duke mos ngritur për momentin bordin e transparencës që kishte funksionuar gjatë krizës së vitit 2022-2023. Ky bord më parë vendoste për çmimet e shitjes gjatë rritjes së papritura, por sipas ministre, situata aktuale nuk ka arritur në nivelin e nevojshëm për të aktivizuar këtë mekanizëm. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore, qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hynë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e tabelave që shkon për tregtim. Sa i përket lëvizjes së çmimeve me 10 mars, u shënua çmimi më i lartë i karburanteve, ku 1 litër naftë u shiste për 198 lek. Ditët e fundit çmimi ka rënë lehtë në 193 lek për litër, duke reflektuar dhe uljen e çmimeve ndërkombëtare për fuqi të naftës. Të dhënat e doganave sipas bursës Plans tregojnë se nafta është importuar në 10 mars për $1.057 për ton nga $1.172 për ton një ditë më parë. Ministra Ibrahimaj përmendi se në rast të rritjeve të mëtejshme të çmimit, qeveria nuk përjashton aktivizimin e bordit të transparencës për të rregulluar tregun dhe për të mbrojtur qytetarët nga spekulimet.